këto ditë besoj ju keni dëgjuar që Partia Demokratike dhe Sali Berisha po paguajnë $6 milion për të hequr njollën e non gradës për Sali Berisha. E dini sa është $6 milion? Është më e madhe se buxheti i gjithë bashkisë Tropoj. Tu përfshi gjitha shpenzimet për qerdhet, për kopshet, për shkollat, për mirëmbajtjen e shkollave, tu flas, për punojësit, për investimet e bashkisë Tropoj. Partia Demokratike dhe Sali Berisha paguajnë $6 milion për çfarë? Për të pastruar non gradën. S'pastrohet. Nuk blihet as me 6 milion, as me 60 milion, as me 600 milion, se të shmendojnë shqiptarët për të.